Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, që është duke na mundsuar që të përjetojmë dhe vazhdojmë në këto ditë të mëdha të ditës të muajit Dhul-Hijja. Këto ditë me të vërtetë janë të bekuara, janë madhështore, janë të veçuara tek Allahu Subhanahu wa Taala, të cilët ditë ngërthejnë në vetë adhurime, ibadete, nimete, begati të mëdha, të cilët gjëra nuk i kanë muaj tjerë apo ditë të tjera të vitit. Saqë e dim fort mirë, siç përmendëm më herët, se këto ditë janë më të mëdha gjatë vitit. Sot do të flasim për një ibadet apo për kushtet e një ibadetit që është brenda këtyre ditëve. Dhe ajo është therrja e kurbanit. Do të mundohemi që në pika të shkurta t'i tregojmë disa cilësi, disa sharte që duhet mi pas një kurban, që është kusht për mu bo kabull ai kurbani. Çdo ibadet, çdo adhurim i ka shartet e veta, i ka kushtet e veta, pa të cilët ai ibadet, ai adhurim nuk bëhet kabull dhe nuk pranohet tek Allahu Subhanahu wa Taala. Xhamat, mushte safat më mirë, drejtojeni më mirë që të jemi më hazër kur të vere koha e namazit. Kështu që edhe kurbani i ka ato kushtet e veta, ato shartet e veta, të cilët këtë ibadet e ban më të mirë, e ban më kabull. Sikur se çdo ibadet tjetër. Sikur se namazi ka shartet e veta para se me hin namaz, i ka shartet e veta më si të hish namaz, edhe i ka shartet e veta më si të dalësh prej namazit. E njëjta edhe kurbani si ibadet i madh, i ka këto shartet e veta të cilët na duhet mi përmbush dhe duhet mi ditë. Fillimisht do të përmendim llojet e kurbanave. Çka ban me prej për kurban? E para janë desht apo dhent, që duhet mi pas më së paku 6 muaj për më bo kabull apo për me pas drejt për me therr kurban. Qoftë dash apo qoftë dele, duhet mi pas minimum 6 muaj e tërma që me pas drejt që atë me prej për kurban. Nëse është 5 muaj e gjimës, ai kurban nuk bëhet kabull, se ala nuk është bo tamam për me therr për kurban. Edhe ky dash prehet një dash për një njerë apo një familje. Lloji i dytë është 10. Janë 10. Qoftë ai cap, qoftë 10 apo do të thotë ajo si thonë lloji i dhijave. Pa më parasisht a është mashkull, a është femër. Duhet mi pas 1 vjet minimum për me pas drejt për me therr kurban. Edhe dhia pra lejohesh ka për me prej do të thotë për kurban, por duhet mi pas minimum 1 vjet e përpjet për me pas drejt me prej për kurban. E dyta janë lopt, qoftë lopt, qoftë muzat, ban për me prej kurban. Ban 1 lop me prej për një njerë, për një familje, edhe ban 1 lop me prej edhe për 7 familje. Mundën mu bo 7 familje bashk, për shembull 7 vllazën, edhe marrën edhe prej 1 lop, edhe për të shtatit mjafton 1 lop. Por lopa duhet mi pas, kusht është për mi pas 2 vjet e tërma. Minimum 2 vjet e tërma. Do të mos jetë më e rej se sa 2 vjet. Për ndryshe nëse lopa prejet për kurban, më pak se 2 vjet, atëherë nuk bëhet kabull. Ajo është do të thotë një gule të cilën ki drejt me hongër për dimrit kështu me radhë, ama kurban nuk është. Për me kon kurban, kusht është që lopa të ketë 2 vjet e më tepër. Dhe se lopa nuk ban me prej për më shumë se sa 7 veta. Nëse bon 8 veta e prej 1 lop për kurban, përsëri gabim është, përsëri nuk bëhet kabull. Për shkak se ajo mundet mu prej vetëm për 7 veta. E jo më tepër. Po a ban për 6, lejohet për 6 veta me prej. A ban një njerë ta pret 1 lop për vete, për familjen e vet, lejohet. Një njerë me prej 1 lop. Sepse do të thotë kjo është alo më mirë, është alo më fazilet, për shkak se shpërndarja e mishit bëhet më shumë e më shumë. E treta është therrja e devës. Ban që për kurban me prej edhe deve. Dhe se një deve lejohet për me prej për 7 veta. Por se devja duhet mi pas 5 vjet e tepër tërma. Tëna nuk ka deve, po këtë po e përmendin mas i krejt ulemat e kam përmend, do ta përmendin sa ta kemi për informat dhe ndionin tonë. Do të thotë një deve prejhet për 7 veta edhe duhet mi pas 5 vjet e më tepër. Duhet që devja mi pas 5 vjet
e më tepër. Nëse është më e re se sa 5 vjeçare, atëherë nuk lejohet me prej do të devën për kurban. Dhe se devja nuk ban më prej për kurban më shumë se sa për 7 veta. E njëjta, nëse dikush therr një deve për 8 veta, përsëri ka gabim dhe kurbanin e ka gabim. Ama ban me prej një deve për një njerë, lejohet me prej një deve për një njerë. Dhe se kjo është alo ma i mirë, alo ma i preferume për shkak se sadakaja është ma e madhe. Sepse sadakaja është ma e madhe. Sepse në këtë mënyrë besimtari shpërndan ma shumë mish, ju ndihmon ma shumë fukarave, gëzon ma shumë familje. Dhe kjo është ma me fazilet dhe ma e vlefshme tek njerëzit që kurbanët do të t'i prejnë sa më të mdoja, sa më të shnosha, që do të shpërndarje e mishit të jetë më e shumët, më tamam dhe më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Do t'i përmendim disa kushte të cilët duhet mi përmbush kurbani, që s'ban mi pas asnjëherë. Së parerë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Thot Allahu është i mirë, është i bukur, nuk e pranon përveç se të mirën. Përveç se të mirën. Çdo ibadet të cilën dojnë na me adhon Allahut azza wa jall, të cilën dojnë me bë për hir të Allahut, duhet ai ibadet të jetë sa më i mirë, të jetë sa më temiz, sa më tamam, sa më i plot. Kështu që Allahu azza wa jall të na bëjë kabul neve atë ibadetin. Sikurse ne për namaz mundohemi që të kemi teshat e pastra, të marrmi abdest, të lina me mirisa të ndryshme, xhamin ta kemi temiz, e njëjta sikur kjo, pse e bëjmë krejt këtë? E bëjmë që namazet të na bëhet kabul të Allahu azza wa jall. E njëjta vlen edhe me kurbanët. Duhet që ti përmbush disa kushte, disa sharte, që ajo do të jetë sa më e mirë, sa më e bukur, edhe që të bëhet më kabul të Allahu azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahini aqrani. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i theri 2 dash, të cilët dash ishin të bardhë, edhe kishin në vete pak ngjyrë të zezë. Ishin të thot bardhë e zi, që është ngjyra më e hershme, më e bukur të dhënë. Do thot i prej të 2 dash bardhë e zi. Amlahini. Pastaj tha aqranini. Edhe të 2 dash ishin me brina, me ka 2 brina. Brina të mëdha të dukshme. Edhe dietar kanë thonë, një dash apo një kurban i cili është bardhë e zi, edhe është me brina të mëdha, është edhe i shnosh, është edhe i madh, është edhe i bukur. Kjo është do të thotë që dashi kurbani duhet mi pas këto kushte, duhet me qenë i bukur, i hershëm, me brina të mëdha, mundësisht do të thotë ngjyra të jetë e bukur, tërheqëse, që të jetë më kabul te Allahu subhanahu wa taala. E shtash do t'i përmendim disa kushte, disa behane që nuk ban mi pas dashi, apo nuk ban mi pas kurbani. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot një dash i cili apo një kurban i cili i ka 4 behane, thot ai kurban nuk bëhet kabul, ai kurban nuk pranohet. Mani men xhamat, një kurban i cili i ka 4 behane, ai kurban nuk bëhet kabul. Dhe këtë po e përmendi që besimtarit ta ketë parasysh se është duke bëj ibadet e jo tijaret. Puna e kurbanit është ibadet, që besimtari ta zgjedhë më të mirin, më të bukurin, më tamam qashtë. Edhe duhet mi u largu 4 sifateve që mos t'i ketë asnjë kurban. E para thot el meridatu el bayyin maradhuha. Thot kurbani i cili është i smund, edhe smundja është e qartë, ashiqare ka smundjen. Smundjet që janë të ndryshme të hajvanati që i din njerëzit që miren me këtë punë. Pra kurbani nuk ban me kon i smut, nuk ban me pas simptome, nishane të smujës, sepse për ndryshe nuk bëhet kabul. Edhe se në këtë mënyrë, lene që kurbanin se ki tamam, po ka mundësi që edhe të tjerit mi smu ma atë kurban, sepse ai mish ndoshta ka mundësi që tjetë edhe i helmum. Për këtë shak mos bëhemi në shkaktar që mas kurbanit, mas bajramit, dalin qafirat në për televizora me thonë musliman të helmoj njëri tjetërin me kurbane. Pse? Pse dikush për muslimanve ka gabu, e ka prej një kurban dhe të cmund, edhe me atë mish i ka smu 10 familje. Duhet me pas kujdes, sepse në këtë mënyrë, lene se adamtojnë vetë vetën,
po e damtojmë edhe Islamin, e damtojmë edhe nishanin e kurbanit. E dyta, el aura ul bayyin awaruha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el aura el bayyin awaruha, thot kurbani i cili është me njësi, ashiqare se ka një njësi. Ashiqare nuk e ka një njësi. Thot kurbani do të me konë me dysi, sepse në këtë formë kurbani hanë më shumë, shem më shumë, hec më shumë, edhe nga rend më shumë. Që do me thonën, është më e shnosh, është më e gjallë, më e lëvishme. Që të cilët cilësi kurbanin e bëjnë më tamam, më të bukur, më kabul të Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse për ndryshe, nëse na dojmë me thejnë kurban, i cilë është vetëm me njësi, ta dim se nuk na bohet kabul, dhe se kjo është gabim, dhe se kjo është vetëm se me prej një dash për me hongër për vetë vete, ama kurban për ditën e bajramit nuk je prej, sepse kjo nëse është me njësi nuk bohet kabul të Allahu subhanahu wa ta'ala. E treta, el argja'u l'bejjin arajuha, el argja'u l'bejjin arajuha, thot kurbani i cili shkëpon ashiqare, i cili shkëpon, do të thot i ka 4 kom, ama njënën kom e ka ose ma të shkurt, ose ka pas time edhe mos në hecë si duhet. Thot nuk ban me blej kurban, i cili kurban shqepon nuk hecë mirë me të 4 koma. A mos flasmi nëse kurbani nuk e ka njënën kom. Atër do të thot, alo ma hiq nuk ban. Mos flasmi nëse kurbani nuk ka bisht, hiq për shembull. Nuk ban për sëri se është noksan. Nuk i plotson ato shartet e kurbanit. Sa që nuk ban me blej bile edhe kurbanin i cili shkepon. Do të thotë kurbani do të me konë me 4 kom, edhe kur ta shtësh të hece, duhet me ecë mirë dhe drejt. Mos shkoj as në gjatë, as në majtë, mos ta hupe udhën e vetë. Edhe ka në tjetër që të mos shqepoje, duke e pas një në kom më të shkurt, apo më të gjatë se sa 3 komët të tjera. Duhet kemi kujdes, dhe se nuk është mare, që kur ta blejmë kurbanin tonë, mi thonë shlenit në t'i boj një 2 hapa. Ta këshirim për shak se kjo punë, sikur se përmenda më herët, është ibadet, nuk është vetëm adet. Puna e kurbanit është ibadet, nuk është adet. Dhe duhet me pas kujdes që ta zgjedhim do të thotë kurbanin sa më tamam, sa më të hershëm, sa më të bukur, që ibadeti të jetë sa më i pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. E katërta, el ajfa'u al bayyin ajafuha. Thotë që kurbani të mos jetë i lisht, që të mos jetë i thatë. E lishtësia e kurbanit vjen si pasoj kur hajvani nuk ka trun. Kur hajvani do të thotë është një smuje të hajvanati, që unë do të thotë kur lexojsha u pata mahnit, sepse hajvanit ju thaj ka truni mrenda. Edhe kur i tha truni, ai nuk ka vullnet me ngarend, edhe nuk ka vullnet me dal me hangër. Ai dit haje vetëm nëse ja afron atij para vetes. Edhe kur të untohet shumë. Edhe kada sikur se i tha truni, i thot edhe vujudi. Kështu që duhet kemi kujdes. Nëse një hajvan apo një kurban është shumë i thot, atëherë këtë hajvan nuk ban ta prejmi, ta thermi për kurban, sepse nuk je plotson shartet apo kushtet e kurbanit. E shtash janë disa shartet të tjera, të cilët nuk kurbani, nëse i therim me ato, kurbani bëhet kabul. Ama nuk është mirë që mi pas kurbani. Për shembull, nëse një kurban është pak i smund, shumë pak, nëse e therim ne, a është kabul? Kabul është, ama noksan është. Sepse ka noksan lëke. Tjetra që e përmendin, që nëse kurbanit apo dashit i thehen brinat, i ka brinat, ama ju kanë thi, i kanë met vetëm gjysmat, apo njëna i ka met, tjetra i ka dal, atër a botki, a ban me prej këtë për kurban, ban me prej për kurban, ama është për sëri noksan. Apo i ka dal një cop e veshit, e ka noksan një cop të veshit. Kjo lejot, ama është me kruh me prej kurbanin kështu, nëse nuk i ka këtë, se i në tamam vendin e vetë. Unë e kam përmend më herët se kurbani është ibadet i madh. Është ibadet të cilin ibadet e kam pas këtë fejt qera. Këtë fejt që janë konë para fejt islame, kam pasë në kurban. Dhe se na si musliman, duhet që këtë ibadet ta ndim si ibadet. Sikur se e dim se kur vim mu falë bëjmë ibadet, ta dim mirë se edhe kur prejmë kurban jemi duke boj ibadet. Sepse është punë e krejt pejgamberëve, është punë e krejt fejve që janë konë para neve. Dhe se duhet pas kujdes,
dhe ta zgjedhim kurbanin më të mirë, më të hershëm, më tamam, më të shtrenjtë. Edhe përsëri po do ta përmendja edhe pse përmenda xhumon e kalume, se kur blejmë kurban ban me bo pazarllëk. Ban me bo pazarllëk. Pazarllëki është halal. Ban me bo sepse kjo është halal zhverësh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Thot dy shitblerësit kanë drejt me bo pazarllëk derisa nuk janë nda. Kur ta marrë shkësh të shtëpia mos ka më bo pishman një akthi prap. Ama derisa i atë se në katu deri në moment fundit, deri në sekund fundit, shtiju matë. A i thot që kaç, ti thu që kaç, ani sa është kurban. Lejot që me bo dhe të pazarllëk matë, që me amor çmimin i cili çmim me ndonë se ti është i përshtatshëm dhe tamam për atë kurban të cilën donë që me blejti. Lusë Allahun azza wa jall që kretëve neve të na mundsoj që të thërim kurban, ta zgjedhim kurbanin më të mirë, më të hershëm, sikur se ka qenë kurbani pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe lutim Allahun azza wa jall që gjithë neve të na i bën kabul. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.